Bashkimit Evropian. Unë këtë, ai jo vetëm që nuk është normal, dhe kjo e faktohet edhe nga reagimet që ne sapo përmendëm, pra ku quhet një problem, pa problem, gjithmonë përsëritet fjala drejtësia duhet punoj spak, duhet punoj pas një problem, pas një pengesë. Që është një term kyç tashmë, që Edi Rama duhet të reflektoj, por duke parë dhe fjalimin dhe raportin që në mënyrë sintetike citoi zoti Ulsi Manja, pati një keqkuptim shumë të madh, që është një keqkuptim, nuk e di, është një lapsus logjik apo është një lapsus do të thoya makiavelist për të manipuluar në mënyrë të qëllimshme opinionin publik. Sot nuk ju hoq imuniteti dhe nuk ju dha pra nuk ishte një mbrojtje që mazhoranca bëri për arrestimin e zonjës Belinda Balluku. Arrestimin e zonjës Belinda Balluku e vendos gjykata. Nuk e vendos prokuroria, organi i akuzës. Organi i akuzës është palë. Parlamenti është një urë lidhës, është po e përsëris termin, është një urë lidhës, është një mekanizëm protokollues që shikon nëse procedurat janë zbatuar në rregull apo jo, procedurat e prokurorisë, dhe vendimin në fund do ta japi gjykata. Zoti Ulsi Manja, paradoksalisht, ju referua shpesh herë vendimit të mëparshëm të GKK-s, ku kishte thënë që mjafton bllokimi i pasaportës ose mjafton pezullimi nga detyra, dhe po pikërisht pasi i referoi disa herë gjykatës vendimit të mëparshëm të GKK-s, paradoksalisht vendos që kërkesën e sotme për mas aresti ndaj zonjës Balluku mos ia çojë GKK-s për të marrë një vendim, po ta marrë vetë, të marrë qeveria dhe Komisioni i Ligjeve ose mazhoranca me 82 mandate, të marrë atributet e një gjykatës. Dhe kjo nuk shkon fare me atë mesazhin zotit Rama, nuk është as pak standard i një republike demokratike. Po është një standard i një republike që jemi duke në një krizë ku po përplasen dy pushtete të cilat brojnë nga dy legitimitete. Është pushteti i votës, i ekzekutiv, i cili zoti Rama do ta çojë në konflikt duke pasur. Okej, ka një problem vogël sinjali me Sidi Hasane, ndërsa duhet ta kemi sërish. Po, Sidi, jemi sërish se pati një shputje, po. Atëherë po përplasen dy pushtete në Shqipëri, të cilat në sel po përplasen dy legitimitete që kanë vendosur në një situatë shumë të rëndë edhe Bashkimin Evropian gjykoi. Është legitimiteti i votës, pra zoti Rama po e përdor maksimalisht tashmë si po themi lev presioni ndaj Bashkimit Evropian, që ai ka legitimitetin e votës, përballë legitimitetit të drejtës, i cili nuk ka lidhje me shumicën, nuk ka lidhje me votën, por përkundër përpara ligjit sot janë të gjithë të barabartë, si ai që ka shumë vota, si ai që s'ka asnjë votë. Okej. E kuptoj jo, tani për të kuptuar diçka, me që referove dhe bisedës me kolegun Flogert Musha. Kujtoj dhe Flogerti solli me drejtë rastin e Sajmir Tahir, ku atëherë u tha që nëse nuk arrestohet Sajmir Tahiri, Shqipëria nuk futet në BE, nuk hapen negociatat, nuk ashtu. Dhe ja ku jemi sërish mbas 4 vitesh u hapën. Pra duket sikur ky presioni që po bëhet që negociatat dhe antarësimi i Shqipërisë është lidhur pandashmërisht me arrestimin e zyrtarëve. Se duket totalisht e pa sens kjo gjë, domethënë, për çërën nëse marrim shembullin e Tahirit, u tha do hapen negociatat, nuk u hapën. Por ne do hyjmë në BE. Sidi, do hyjmë në BE, duam apo nuk duam ne. Jemi apo nuk jemi gati, ne të gjithë e dim që ne nuk jemi gati. Për të jemi realist, domethënë, që ne edhe janë 100 vjet kalojmë, nuk nuk do jemi gati. Siç nuk ishim gati për NATO, pse e them disa herë, e ti e di shumë mirë. Pra nuk ishim gati, thjesht janë vendosja e yjeve, konstelacioneve, universi që bën që ne të jemi pjesë. Kështu që ky kërcënimi me BE-n. Po, thimi së pari, për sa i përket argumentin që dha Flogerti, zoti Muxha. Nuk qëndron me kolegë, mund të drejtohesh dhe me emër, se nuk mërzitet Flogerti, po. Po. Nuk qëndron për dy arsye. E para, konteksti gjeopolitik në kohën e zotit Sajmir Tahiri, ku ishte në një qetësi absolute, në një stabilitet absolut dhe ishte madje në trend euroskepticizmi në qeveritë e Bashkimit Evropian.
ndërkohë që sot është 180 gradë e kundërta. Jemi në një situatë gjeopolitike shumë të ndezur me riskun rus, e cila euroskepticizmin e ka konvertuar diametralisht të kundërt në një nxitim të Bashkimit Evropian për të atë që juve përmendët, për të integruar në gjirin e tij sa më shpejt vendet që afektohen ose rrezikohen nga ndikimi rus, siç mund të jetë Ballkani Perëndimor. Kjo është e para. E dyta, Saimita është dhe konteksti i brendshëm politik në Shqipëri. Reforma në drejtësinë sapo kishte nisur, ishte në gjenezën e saj dhe Saimita Iri nuk është dënuar nga prokuroria e posaçme as nga gjykata e posaçme antikorrupsion gjykoja, po është dënuar nga gjykata e krimeve të rënda. Tjetër kontekst jemi sot. Sot kërkohet që investimi perëndimorëve të mos pengohet. Të mos pengohet. Por gjithsesi, unë jam shumë dakord me argumentimin dhe me parantezën tënde. Dhe po ta jap një analogji, do të jap një shembull sa më të varfër. Edi Rama në këto momente është duke ecur në një litar për të mbajtur ekuilibrin, për mos të rënë në umner. Shkopi, ai ka dy shkopin që po mbajnë ekuilibrin e tij. Nga shkopin të mëdhenj që ka Edi Rama, dhe për mua kjo është dhe thelbi që në mënyrën më të sinqertë dhe konstruktive i drejtojmë dhe opozitës, është që mos të investojnë të gjithë besimin e tyre dhe gjithë aksionin e tyre politik te ndërkombëtarët, sepse e para Edi Rama ka në favor atë që u përmendët, kontekstin gjeopolitik tashmë, sepse rreziku rus, mos harrojmë që është lideri i fundit i një shteti të perëndimit të Europës, që bëri një vizitë në Izrael përpara se sa të nisi lufta me Iranin. Dhe pasi mbaroi vizitën në Tel Aviv, shkoi në shtëpinë e Bardhë për bordin e paqes që pikërisht ka në